Për herë të parë një forcë politike Partia Socialiste ka hartuar propozuar zyrtarisht një listë të plotë për zhvillimin e referendumeve. Prej vitit 2000, referendumet rregullohen nga disa nenet vendosura në Kodin Zgjedhor, të cilat në fakt nuk kanë mundësuar zhvillimin e asnjë referendumi në Shqipëri. Për Partinë Demokratike, ky projekt ligjëri i socialistëve me 88 nenet e tij ruan të njëjtin parim, të pengojë zhvillimin e referendumeve në vend. Projekt ligji që sjell Partia Socialiste ka të njëjtin qëllim, si të mos bëhet referendum. Drafti socialistëve për vlefshmërinë e një referendumi merr si pikë referimi Regjistrin Kombëtar të Zgjedhësve, ku janë përfshirë edhe emigrantët. E numri i zgjedhësve në total është 3.7 milion, të paktën në zgjedhjet e vitit 2025. Sipas këtij projekt ligji, që një referendum për të shfuqizuar një listë të jetë i vlefshëm, duhet të marrin pjesë 40% e zgjedhësve dhe të votojnë pro 30% e tyre. Përkthyer në shifra konkrete, që të shfuqizohet një ligj, duhet që të dalin votime rreth 1.5 milion qytetarë të votojnë pro, më shumë se 1.110.000. Nëse shohim zgjedhjet e fundit parlamentare të majit të vitit 2025, vetëm 1.4 milion shqiptar dolën votime, duke treguar se zhvillimi i një referendumi bëhet pothuaj i pamundur edhe vetëm për shkak të pjesëmarrjes. Referendumi për të miratuar apo rrëzuar një nen në kushtetutë është edhe më i vështirë për të realizuar, pasi duhet që më shumë se gjysma e zgjedhësve të regjistruar të votojnë pro. Më shumë se gjysma është një shifër rreth 1.900.000 zgjedhës, për ta thënë shkurt, të cilët është e pamundur sepse në Shqipëri maksimumi atyre që votojnë ka qenë 1.700.000 në vitin 2013. Që atëherë nuk kemi arritur kurrë si pjesëmarrje votimi, jo më që aq të votojnë pro. Sipas Partisë Demokratike, drafti është shkruar kështu qëllimisht nga socialistët, që ndryshimet kushtetuese, të cilat miratohen me 94 vota në parlament, të mos rrëzohen kurrë me votën e qytetarëve. E sipas nënkryetarit PD-s Oerd Blykbashi, kryeministri Edi Rama mund të sigurojë votat në parlament për të mbrojtur veten e tij, për shembull duke kthyer imunitetin e plotë për ministrat, pa u lënë mundësi qytetarëve të reagojnë. Të rikthej dhe një herë atë që sapo del emri i deputetit, apo i ministrit, apo i kryeministrit në një përgjim, prokuroria detyrohet ta pezullojë, të kërkojë leje dhe në atë moment nuk ka më sekret. Kështu që nëse ai ndryshon kushtetutën, të jetë pamundur që me referendum të shfuqizohen ndryshimet të këtij lloji. Shqipëria ka zhvilluar 2 referendume për kushtetutën, në vitin 94 dhe në vitin 98, si dhe një referendum për monarkinë në vitin 1997. Por pas miratimit të kushtetutës, asnjë referendum në vendin tonë nuk është realizuar, pavarësisht se nismat nuk kanë munguar dhe kjo për faktin se kuadri ligjor e bën pothuaj të pamundur zhvillimin e një referendumi.